Mirë, le t'i futemi thelbit temës. Si mundet që konflikti, të na ndihmojë të gjenerojmë ide më të mira dhe të marrim vendime më të zgjuara? Do me thonë, si ta shndërrojmë debatin nga diçka që i friksohemi në mjetin më të fuqishëm të një ekipi? Pikërisht këtë do të analizojmë sot. Dhe ja, ku fillon gjithçka. Me këtë pyetje. Pse ndodh që ekipet të mbushura me njerëz brillant, me plot përvojë, të marrin vendime thjesht të këqija? E kemi parë të ndodh apo jo? Grupe të tëra që dështojnë kolektivisht. Po pse? E po, përgjigja mund të jetë pak befasuese. Ja ku e kemi fajtorin. Shpesh është ajo që quhet dashamirësi sipërfaqësore. Tingëllon mirë, por në fakt është helm. Është ajo kultura ku të gjithë përpiqen të jenë të sjellshëm, të shmangin konfrontimin me çdo kusht. Dhe rezultati? Një harmoni krejtësisht fallse. Kjo sjellje në fakt i hesh debatet e vërteta. Askush nuk gëzon të shprehë një mendim ndryshe, askush nuk sfidon supozimet, dhe kështu zgjidhja më e mirë mbetet gjithmonë e fshehur. Dhe ky ide nuk është e re. Dëgjoni pak këtë. E vërteta buron nga argumenti mesmiq. Këtë e ka thënë filozofi David Hume shekuj më parë. Ai e kuptoi diçka thelbësore. Përplasja e ideve, kur ndodh mes njerëzve që respektohen, nuk është as pak negative. Përkundërzi, është pikërisht ajo rruga që na çon drejt së vërtetës, drejt vendimeve më të qëndrueshme. Okej, pra, ja cila është rruga që do të ndjekim. Së pari do të flasim për rrezikun e të qenit i sjellshëm. Më pas, do të shohim konkretisht 4 mjete për të nxitur debatin. Do të analizojmë edhe kurthet e zakonshme që duhen shmangur, dhe në fund, si ta bëjmë gjithë këtë një zakon, jo thjesht një përjashtim. Pra, pika e parë, rreziku i të qenit i sjellshëm. Le ta themi troç, kur të gjithë janë dakord me gjithçka gjatë gjithë kohës, diçka nuk shkon. Askush nuk po mendon në mënyrë kritike. Kjo nuk është shenjë një ekipi të shëndetshëm. Përkundazi, është simptoma e një problemi të madh të fshehur nën sipërfaqe. Dhe kjo na sjell në një pikë kyçe, një ndryshim total të mënyrës së të menduarit. Sepse puna e vërtetë e një lideri nuk është, siç mendohet shpesh, të ketë gjithmonë përgjigjen e saktë. Jo, është diçka tjetër. Detyra kryesore e një lideri nuk është të marrë vendimin vet, por të projektojë procesin nga i cili do dalë vendimi më i mirë. Një lider i mirë është si një arkitekt. Për shembull, imagjinoni një drejtues, le ta quajmë Steve Caulfield, në një firmë ajrore. Ai përballet me një vendim masiv. A duhet të hyjë në një aleancë strategjike? Në vend që të mbyllej në zyrë dhe të përpiqej ta gjente vetë zgjidhjen, ai bëri diçka krejt tjetër. Ai projektoi një sistem të tërë për të detyruar debatin të ndofte. Dhe metoda e tij ishte thjesht geniale. Çfarë bëri ai? Së pari mblodhi një ekip super të larmishëm duke përfshirë edhe ekspert nga jashtë. Pastaj i ndau në grupe dhe secilit i dha kritere të ndryshme për të vlerësuar situatën. Gjëja më interesante, ai qëndroi larg takimeve fillestare që të mos ndikonte me mendimin e tij. U fut në lojë më vonë vetëm për të luajtur rolin e avokatit të djallit. Pra shikoni, ai nuk mori vendimin. Ai ndërtoi një makinë që prodhoi vendimin më të mirë. Mirë, kjo tingëllon shkëlqyeshëm në teori, por si e bëjmë në praktik, si ndërtohet një proces i tillë? E po, këtu hyn në lojë 4 mjete konkrete, shumë të fuqishme për të ndezur debatin në mënyrën e duhur. Mjeti numër 1, luaj rolin e konkurentit. Kjo ka të bëjë me thyerjen e atyre lidhjeve emocionale dhe paragjykimeve që kemi. Shembulli klasik është ai i Intel në vitet 80. Liderët e tyre, Andy Grove dhe Gordon Moore, ishin në një dilemë të madhe. Duhet i hiqnin dorë nga biznesi çipave të memorjes, biznesi që e kishte krijuar kompaninë, ishin shumë të lidhur emocionalisht me të dhe nuk po e merrnin dot vendimin. Derisa një ditë, Grove i bën Morlit një pyetje të thjeshtë por geniale. Sikur do na pushonin nga puna tani. Dhe të vinte një CEO i ri, çfarë do të bënte ai? Moore u përgjigj pa hezituar. Do të na nxirrte menjëherë nga biznesi memorjes. Përgjigjja e Grove? Në rregull. Atëherë le të dalim nga kjo derë, të hyjmë prap dhe ta bëjmë vetë. Dhe ky citat i Andy Grove e përmbledh gjithçka në mënyrë perfekte. Ai thotë se menaxhimi duhet të adoptojë objektivitetin intelektual të një të huaj, duke u shtirur sikur ishin dikush tjetër, ata arritën të shkëputeshin nga emocionet dhe të shihnin të vërtetën që e kishin parasyve. Kjo është fuqia e jashtëzakonshme e ndryshimit të perspektivës. Mjeti i dytë është simulimi mendor. Mendojeni si një lloj makine kohe për trurin. Në vend që të presim të shohim nëse një plan do të dështojë, ne udhëtojmë mendërisht në të ardhmen dhe simulojmë dështimin, para se të ndodhë. Psikologu Gary Klein e ka pakzuar këtë teknik analiza pre-mortem. Ne të gjithë e dimë se çfarë është një post-mortem, analiza pas një dështimi. E po, kjo është e kundërta, një lloj autopsie para vdekjes së projektit. Ideja është e thjeshtë, mblidhet ekipi dhe pika e nisjes është kjo. Imagjinoje sikur jemi një vit në të ardhmen. Projekti ka dështuar në mënyrë katastrofike. Pyetja është, pse?
Dhe procesi është genial në thjeshtësinë e tij. Hapi parë. Supozoni dështimin total. Imagjinoni skenarin më të keq. Hapi dytë dhe ky është kyç. Secili antar i ekipit shkruan të gjitha arsyet e mundshme të dështimit. Kjo çliron të gjithë nga frika për të qenë negativ. Dhe hapi tretë. Merret ajo listë e artë me rreziqe dhe forcohet plani origjinal për t'i parandaluar ato para se të jetë investuar qoftë edhe një ditë pune. Mirë, mjeti i tretë, çfarë bën kur një ekip ka ngecur, kur të gjithë mendojnë njësoj? E po, duhet i detyrosh të mendojnë ndryshe, duke futur modele të reja konceptuale. Për shembull, kompania Sun Life Financial donte të kuptonte kërcënimin e internetit. Çfarë bën? I ndan drejtuesit në grupe dhe i than secilit grup: imagjinoni sikur jeni Dell ose Toys R Us, si do ta sulmonit biznesin ton duke përdorur modelin e tyre. Kjo i detyroi të shihnin botën me sy krejtësisht të rinj, jashtë fluskës së tyre. Dhe së fundi, mjeti i katërt, i cili e merr konfliktin dhe e strukturon atë në mënyrë formale. Kjo është teknika pik kundër pik. Qëllimi është të sigurohemi që çdo argument të ketë kundër argumentin e tij, dhe të dyja palët të dëgjohen në forcë të barabartë. Mënyra më klasike për ta bërë këtë është me atë që njihet si ekipi i kuq kundër ekipit blu. Imagjinoni kompaninë Polycom që po mendon të blejë një kompani tjetër. Ata krijojnë dy ekipe. Ekipit të kuq jepet detyra: ndërtoni argumentin më të fortë të mundshëm për këtë blerje. Ndërsa ekipit blu i thuhet: gjeni çdo vrim, çdo rrezik, çdo arsye kundër kësaj blerjeje. Kështu, nuk ka rëndësi se çfarë mendojnë njerëzit personalisht, detyra e tyre është të gjejnë argumentet më të mira për këndvashtrimin e caktuar. Kjo garanton një analizë të thellë e 360 gradëshe. Sigurisht, gjithë kjo duhet bërë me kujdes. Të nxitësh konfliktin nuk është pa rreziqe. Një debat i shëndetshëm mund të degenerojë shumë shpejt në një konflikt shkatrues. Pra, le të shohim disa nga kurthet më të zakonshme që duhen shmangur me çdo kusht. Dhe ja, kurthi i parë, ai që quhet qendër dhe rreze. Ky është shumë i zakonshëm. Imagjinoni një rrodhë biçiklete. Lideri është një qendër dhe çdo antar i ekipit është një rreze. Të gjithë flasin vetëm me liderin, duke u përpjekur ta bindin atë, por askush nuk debaton drejt për drejt me të tjerët. Nuk ka debat real. Edhe ja ku qëndron ndryshimi thelbësor. Në modelin qendër dhe rreze, qëllimi të gjithëve është të bindin shefin. Është një garë populariteti, ndërsa në një debat të shëndetshëm, që ne e quajmë pik për pik, antarët debatojnë me njëri tjetrin. Qëllimi nuk është të bindin shefin, por të gjejnë bashkërisht zgjidhjen më të mirë. Lideri këtu është thjesht një lehtësues, jo gjykatës suprem. Dhe ka edhe disa kurthe të tjera që duhen pasur parasysh. Për shembull, zbutja e kundërshtimit, kur cakton dikën sa për sy e faqe të luaj avokatin e djallit, por në fakt askush nuk i dëgjon argumentet e tij. Një tjetër, agendat e mbingarkuara, kur nuk ka kohë për diskutim të vërtetë sepse duhet të kalojmë te pika tjetër. Dhe së fundi, kur nën grupet bëhen aq të ngurtësuara në pozicionet e tyre, saqë polarizimi bëhet i pakalueshëm. Dhe gjithë kjo na çon në pikën më të rëndësishme të gjithë kësaj analize: si ta bëjmë konfliktin një zakon, sepse për të funksionuar vërtet, kjo nuk mund të jetë një teknikë që përdorim një herë në 6 muaj. Duhet të jetë pjesë e ADN-s, pjesë e kulturës së përditshme. E ka thënë Aristoteli mijëra vjet më parë: ne jemi ajo që bëjmë vazhdimisht. Përsosmëria pra nuk është një veprim, por një zakon. E njëjta gjë vlen edhe këtu. Përsosmëria në vendimmarrje nuk vjen nga një mbledhje vetme e zjarrt. Vjen nga kultivimi i zakoneve të duhura ditë pas dite. Disa kompanitë mëdha e kanë bërë këtë pjesë të kulturës së tyre një pritshmëri të përditshme. Dhe pikërisht atëherë konflikti konstruktiv bëhet vërtet i fuqishëm. Pra, në fund të ditës, gjithçka përmblidhet në një pyetje të vetme. Duke menduar për një ekip apo organizatë konkrete, cili është ai hapi i parë, sado i vogël, që mund të ndërmerret qysh sot për ta bërë debatin e shëndetshëm pak më pak një ngjarje të rrallë dhe pak më shumë një zakon të përditshëm? Përgjigjja e kësaj pyetje mund të jetë fillimi i gjithçkaje.